Stine dhe Sabina Mete, banorët e fundit që hynë në Big Brother VIP Albania 5. Banorët e fundit që do t'i bashkohen shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 janë këngëtari Stine dhe gazetarja Sabina Mete, dy figura të njohura në skenën shqiptare. Ernesti, i njohur me emrin e artit Stine, është fituesi i edicionit të parë të Top Fest dhe një nga kantautorët më të spikatur në trevat shqiptare. Ai ka 3 motra dhe një vëlla që jeton në Gjermani, që nga fëmijëria Stine ka treguar pasion për muzikën dhe kërcimin, duke dhënë edhe mësime hip-hopi në shkolla private. Karriera e tij muzikore u zhvillua edhe në Gjermani, ku fitoi disa çmime, ndërsa më 2004 u shpall fituesi Top Fest. Aktualisht është i martuar me një vajzë dhe jeton në Tiranë, ku ka studion e tij Stine Records, e cila ka prodhuar shumë hite dhe ka nxjerr talente të reja. Ai përshkruhet si personi që rrallë humb kontrollin. Banorja tjetër e fundit që ju bashkua Big Brother VIP Albania 5 është Sabina Mete, gazetare sportive dhe prezantuese televizive e njohur. Ajo ka raportuar nga terreni dhe ka dhënë transmetime live e analiza të shumta nga ngjarje sportive, veçanërisht ndeshje futbolli. Sabina deklaroi se hyn në shtëpi e qetë dhe single, duke pranuar pasiguritë personale dhe perceptimin ndaj vetes, por gjithmonë me profesionalizëm dhe prezencë të fortë. Prania e dyshes premton të shtojë dinamika të reja, debate dhe momente emocionale në këtë edicion të Big Brother VIP Albania 5. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.